Të nderuar shikues, përshëndetje. Me gjithë përpjekjet e Pakistanit për të ardhur deri te një pushim fillimisht e më pas fund të luftës SBA-Izrael ndaj Iranit, ende nuk ka asgjë konkrete as pika ku palët mund pajtohen, si bazë për të filluar negociatat. Presidenti amerikan Donald Trump disa herë ka pohuar se pala iraniane dëshpërimisht po kërkon një pushim. Të njëjtat janë demantuar fuqishëm nga këta të fundit dhe Trump, ashtu si dje, ka kërcënuar me shkatrim total të Iranit dhe kthim në kohën e burit. Bazuar në deklaratat publike të Trumpit, deri në këto momente nuk është bërë e qartë se për çfarë lufton ai, për karrierën politike të Netanyahut, për të përshpejtuar Armagedonin që do sjellte Mesian, për lirinë e pretenduar të iranianëve, për naftën iraniane apo për hapjen e ngushtisë së Hormuzit. Sipas ekspertëve, lufta amerikane për Izraelin po dëmton në rënd interesat amerikane në rajon dhe rreshtimin e mundshëm të shteteve të Gjirit në një rend të ri rajonal që do të minimizonte ndikimin dhe do të reduktonte ndjeshëm interesat amerikane. Ngushtia e Hormuzit ende e bllokuar për ata që Irani konsideron armiq, duke të ishte arma më e fortë e Iranit nga sa ishte parashikuar më herët. E veçanta e kësaj lufte është se gjithë aleatët e SBA-s e konsiderojnë të paligjshme dhe kanë refuzuar dhe vazhdojnë të refuzojnë kërkesat amerikane për shfryzuar bazat e tyre në sulmet ndaj Iranit. Secila palë kërkon të dalë nga kjo luftë, SBA-ja dhe Izraeli apo Irani, vërtet mbetet një paqartësi shumë e madhe. Që nga viti 1979, Irani ka sfiduar projektin izraelit për kontroll territorial midis detit Mesdhe dhe lumit Jordan, apo siç njihet ndryshe projekti Izraelit të madh, një ide e përfshirë në platformën e vitit 1977 të partisë Likud. Sipas profesorit të historisë Reza Behnam, lufta SBA-Izrael synon dobësimin e Iranit si fuqi rajonale dhe gjithashtu kjo luftë ka zbuluar varësinë e Tel Avivit nga Washingtoni për të ruajtur hegemoninë si dhe ndikimin e madh që Izraeli ka mbi politikën amerikane. Sipas tij, të gjithë presidentët amerikanë janë përballur me presione në favor të çështjes izraelite, madje që nga presidenti Harry Truman, i cili edhe pse kishte mendim shumë negativ ndaj hebrejve, megjithatë mbështeti krijimin e shtetit izraelit në tokat palestineze. Që nga krijimi i tij dhe për shkak të mbështetjes amerikane, Izraeli është akuzuar se ka vepruar jashtë normave të sistemit ndërkombëtar, duke sfiduar institucionet globale dhe ligjin ndërkombëtar. Kështu, besueshmëria ndërkombëtare e SBA-s është dëmtuar ndër vite, ndërsa ndikimi i Izraelit në politikën amerikane ka mbetur i fortë. Vendosja një shteti hebre në zemër të Palestinës ishte një vendim arrogant imperial që ka lënë pas një gjurmë gjakderdhjeje në Azinë Perëndimore, së fundmi gjenocidi në Gaza. Sa gjakderdhje tjetër do ta kënaqë Izraelin dhe mbështetësin e tij amerikan? Pyet Reza Behnam, ekspert politik dhe i historisë së lindjes së mesme. Në fjalimin e tij të 1 prillit 2026, të mbushur me tona agresive dhe pa respekt për ligjin, presidenti Donald Trump kërcënoi me më shumë dhunë dhe krime kundër njerëzimit, vlerëson Behnam dhe shton se Trump e bëri të qartë se SBA-ja nuk është një spektator, por një bashkëpunëtor i drejt për drejt në veprimet ushtarake të Izraelit. Ajo që mungonte në fjalimin e Trumpit ishte fakti se më 17 mars 2026 një zyrtar i brendshëm doli publikisht për thënë të vërtetën. Joseph Kent, veteran me 11 dislogime luftarake dhe ish drejtori i qendrës kombëtare kundër terrorizmit, ishte ai. Në letrën e dorëheqjes drejtuar Trumpit, ai shkroi që në fillim të kësaj administrate, zyrtarët e lartë izraelit dhe figura me ndikim në median amerikane zhvilluan një fushat dezinformimi që minoi plotësisht platformën tuaj America First dhe krijoi një klim pro-luftës për të nxitur konfliktin me Iranin. Kjo ishte një gënjeshtër dhe është e njëjta taktikë që u përdor për të na futur në luftën katastrofike në Irak. Nuk mund ta bëjmë këtë gabim sërish. Duhet theksuar se presidentët të mëparshëm amerikan janë përballur me presione të ngjashme dhe kanë bërë gabime të ngjashme që nga koha kur babai amerikan i Izraelit, Harry Truman, mbështeti pretendimin sionist mbi Palestinën në maj 1948, moment kur Izraeli u shfaq për herë të parë në hartën botërore. Pasojat e këtij projekti shumë vjeçar kanë qenë tragjike. Ngjarjet në Gaza dhe Bregun Perëndimor, si dhe luftrat në Liban dhe Iran, paraqiten si përpjekje për dominim rajonal, pa marrë parasysh koston. Në retrospektiv, është shqetësuese të kuptohet se gjatë gjithë këtyre viteve janë nxjerrë pak mësime nga historia. Ashtu si Joseph Kent, i cili përmendi presionin nga Izraeli dhe lobet amerikane si arsye për luftën,
shumë president amerikan janë përballur me presione të ngjashme, veçanërisht Harry Truman. Pas luftës së dytë botërore, sionistët amerikanë ushtruan presion të madh mbi Trumanin për të mbështetur krimin e një shteti hebre, shpesh duke cënuar interesat amerikane. Në vitin 1947, rreth 250.000 të mbijetuar të Holokaustit ndodheshin në kampe refugjatësh në Europë. Çështja e emigrimit hebre në Palestinë u bë një pikë kyçe politike, sidomos pasi Britania njoftoi përfundimin e mandatit të saj. Ngjarja e Anijës Exodus në korrik 1947 pati pasoja të mëdha historike. Anija, me mbi 4.500 refugjat, u ndalua nga marina britanike, duke shkaktuar reagim ndërkombëtar dhe simpati për kauzën sioniste. Presioni ndërkombëtar dhe i brendshëm ndikoi në përshpejtimin e mbështetjes së Trumanit për emigrimin hebre, rritjen e mbështetjes për një shtet hebre, braktisjen e mandatit britanik dhe ndarjen e Palestinës në OKB. Megjithatë, kishte shqetësime serioze. Anija Exodus ishte e lidhur me organizata paramilitare si Hagana dhe rrjete që transportonin ilegalisht njerëz dhe armë. Ngjarja u kthye shpejt në mitologji politike që forcoi mbështetjen amerikane për Izraelin përmes librave dhe filmave që paraqiten si histori heroike. Sot, strategjia për të dobësuar Iranin përmes shkatrimit të infrastrukturës industriale ngjan me planin Morgenthau të vitit 1944 për Gjermaninë. Presidenti Truman vetë kishte shprehur frustrim ndaj këtyre presioneve, si tregojnë shënimet e tij personale të 21 korrikut 1947 në 3 faqe ditari, të zbuluara në vitin 2003. Ai ishte veçanërisht i zemëruar me këmbguljen e Henry Morgenthau, që ai të detyronte britanikët të lejonin anijen e Exodus të hynte në Palestinë. Truman shkroi: "Hebrejt nuk kanë ndjenjë proporcioni dhe nuk kanë gjykim për çështjet botërore. Henry solli 1.000 hebrej në New York si të përkohshëm dhe ata qëndruan." Ai vazhdoi: "Hebrejt, sipas meje, janë shumë egoist. Nuk u intereson sa estonez, letonez, finlandez, polak, jugoslav apo grek vriten apo keq trajtohen si persona të zhvendosur, përsa kohë që hebrejt marrin trajtim të veçantë. Megjithatë, kur ata kanë pushtet fizik, financiar apo politik, as Hitleri dhe as Stalini nuk kanë qenë më të butë përsa i përket mizorisë apo keq trajtimit të më të doptive." Që nga krijimi i tij dhe për shkak të mbështetjes amerikane, Izraeli është akuzuar se ka vepruar jashtë normave të sistemit ndërkombëtar, duke sfiduar institucionet globale dhe ligjin ndërkombëtar. Besueshmëria ndërkombëtare e SHBA-s është dëmtuar ndër vite, ndërsa ndikimi i Izraelit në politikën amerikane ka mbetur i fortë. 79 vite ndajnë letrën e dorëheqjes së Joseph Kentit dhe reflektimet e Trumanit, por një gjë nuk ka ndryshuar. Kur Izraeli dhe lobet e tij bëjnë thirrje, ka pak rëndësi kush ndodhet në krye të shtëpisë së bardhë, shkruan mëtej Behnam. Kjo luftë nuk bazohet në racionalitet geopolitik, por në një formë irracionaliteti teopolitik, vlerëson ish-ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu. Në një analizë për luftën SHBA-Izrael ndaj Iranit, Davutoglu shkruan se konceptet tradicionale të shtet ndërtimit racional si balanca geopolitike, ndërvarësia geoekonomike, menaxhimi i krizave dhe stabiliteti rajonal janë zëvendësuar nga një fjalor tjetër: Armagedoni, misionet hyjnore, populli i zgjedhur dhe ideja përmbushjes së fateve të shenjta përmes forcës. Prandaj, kthimi në racionalitetin geopolitik është i domosdoshëm për t'i dhënë fund luftës. Sipas Davutoglut, vendet e gjirit në fakt nuk duhet më të mbështeten vetëm në garancite jashtme për sigurinë e tyre. Ai shton se rajoni ka nevojë urgjente për transformim strategjik, forcimin e bashkëpunimit rajonal, ndërtimin e një rendi përfshirës me aktorë si Turqia, Egjipti, Iraku, Siria dhe Irani, ruajtjen e balancës me fuqitë globale dhe adresimin e të drejtave palestineze. Çdo luftë e nisur në shkeljet të së drejtës ndërkombëtare është në thelb e rrezikshme, sepse minon rendin e ndërtuar mbi këto parime. Por edhe më rrezikshme është një luftë pa racionalitet strategjik, vlerëson ish-ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu. Sot, si publiku amerikan, ashtu dhe pjesa më e madhe e botës, po bën një pyetje të thjeshtë. Me çfarë logjike presidenti amerikan Donald Trump ndoqi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në një luftë me objektiva të paqarta dhe pasoja potencialisht katastrofike?
Asnjë përgjigje bindëse nuk ka dalë, pasi kjo luftë nuk bazohet në racionalitet gjeopolitik, por në një formë irracionaliteti teopolitik, shkruan Davutoglu. Ai vlerëson se konceptet tradicionale të shtetë ndërtimit racional, si balanca gjeopolitike, ndërvarësia gjeoekonomike, menaxhimi i krizave dhe stabiliteti rajonal, janë zëvendësuar nga një fjalor tjetër: Armagedoni, misionet hyjnore, populli i zgjedhur dhe ideja e përmbushjes së fateve të shenjta përmes forcës. Ndërsa dikur këto ide mund të konsideroheshin retorikë margjinale, adoptimi i tyre nga udhëheqësit shtetëror sinjalizon një krizë shumë më të thellë. Kur simbolika fetare dhe narrativat apokaliptike ndikojnë vendimmarrjen në nivelet më të larta të pushtetit, rezultati është një shtrembërim i politikave nga më të rrezikshmet, një kërcënim potencial ekzistencial për rendin global. Pas luftës së dytë botërore, rajoni i Gjirit u qeveris nga një kornizë relativisht e qëndrueshme strategjike, e bazuar në 3 shtylla: gjeoekonominë e rrjedhave globale të energjisë, stabilitetin gjeopolitik të nevojshëm për të mbështetur ato dhe një balancë gjeo-ushtarake të projektuar për të mbrojtur këtë ekuilibër. Kjo strukturë krijoi një konsensus të heshtur që konfliktet nuk duhet të përhapen në Gjirin Persik. Edhe fuqitë rivale e njihnin stabilitetin e rajonit si interes të përbashkët. Kjo kornizë tregoi qëndrueshmëri. Lufta 8-vjeçare Iran-Irak nuk i përfshiu monarkitë e Gjirit. Reagimi ndërkombëtar ndaj pushtimit të Kuvajtit nga Iraku riktheu sovranitetin duke ruetur rendin rajonal. Edhe pas sulmeve të 11 shtatorit dhe pushtimit amerikan të Irakut, shtetet e Gjirit arritën të qëndronin jashtë epiqendrës së konfliktit. Sot, megjithatë, ky ekuilibër është shkatruar, vlerëson Davutoglu. Aksi Netanyahu-Trump, i mbështetur nga rrjete ideologjike sioniste dhe kristiano-sioniste, ka zëvendësuar racionalitetin gjeopolitik me një logjik lufte teopolitike. Pasojat janë të thella. Kërcënimet ndaj ngushticës së Hormuzit rrezikojnë ekonominë globale. Imazhi i Gjirit si qendër financiare e sigurt dobësohet dhe prania e bazave amerikane nuk garanton më siguri. Rajoni, dikur një shtyllë e stabilitetit global, është shndruar në epiqendër të një krize sistemike. Pyetja kryesore është nëse një anëpushim mund të rikthejë racionalitetin gjeopolitik. Përvoja nga krizat e kaluara sugjeron se anëpushimet bëhen të mundshme kur gjitha palët ndjejnë njëkohësisht dobësim dhe pamundësi për të arritur fitore vendimtare. Pas javësh shkatrimi, një moment i tillë mund të jetë duke u afruar, shkruan Davutoglu. Por sipas tij, që një anëpushim të realizohet, veçanërisht Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë një rivlerësim strategjik. Kjo nënkupton shkëputjen e politikës së jashtme amerikane nga ambicjet izraelite dhe forcat ideologjike që i mbështesin ato. Përsierja e dogmës fetare me politikën shtetërore, duke paraqitur historinë si një betejë të shenjtë dhe duke legjitimuar zgjerimin territorial dhe shkatrimin e armiqve, kujton modele të rrezikshme ideologjike të së kaluarës. Kthimi në racionalitet gjeopolitik është i domosdoshëm për t'i dhënë fund luftës. Supozimi se shkatrimi në rritje do sjellë fitore të shpejtë është thellësisht i gabuar, vlerëson Davutoglu. Pa një luftë toksore, ndryshimi i regjimit në Iran është jo realist, ndërsa një luftë toksore do të sillte pasoja shumë më të rënda se ato në Irak, duke rrezikuar destabilizim afatgjat rajonal, thot më tej Davutoglu. Ky realitet vendos përgjegjësi mbi aktorët racional brenda SBA-s. Liderët e të dyja partive, sidomos në Partinë Republikane, duhet të pranojnë rënien e mbështetjes publike për luftën dhe të sfidojnë idenë se përshkallëzimi ushtarak sjell përfitime politike. Irani gjithashtu duhet të rishikojë strategjinë e tij rajonale. Mbështetja në rrjete përfaqësuese për ndikim në kryeqytete si Bagdadi, Damasku, Beiruti dhe Sana ka rezultuar kundërproduktive, duke krijuar dobësi. Qëndrueshmëria reale kombëtare nuk vjen nga kapacitetet bërthamore, por nga legitimiteti i brendshëm, mirëqenia ekonomike dhe siguria e qytetarëve. Sipas Davutoglut, për vendet e Gjirit implikimet janë po aq të thella. Mbështetja e gjatë në garanci të jashtme sigurie ka rezultuar të pamjaftueshme. As prania ushtarake amerikane dhe as rritja e shpenzimeve për mbrojtje nuk kanë parandaluar paqëndrueshmërinë. Si rezultat, liderët e Gjirit përballen me nevojën urgjente për transformim strategjik, forcimin e bashkëpunimit rajonal, ndërtimin e një rendi përfshirës me aktorë si Turqia, Egjipti, Iraku, Siria dhe Irani, ruajtjen e balancës me fuqitë globale dhe adresimin e të drejtave palestineze. Një anëpushim bëhet i mundur kur gjitha palët pranojnë kufijtë e fuqisë së tyre
dhe kuptojnë se konflikti vazhdueshëm sjell përfitime gjithnjë më të vogla, shkruan Davutoglu. Dështimi për ta shfrytzuar këtë moment rrezikon pasoja shumë më të mëdha. Lufta e dytë botërore u nxit nga doktrina ideologjike mbi racën dhe fatin. Një konflikt i arshëm global, i formësuar nga narrativa teopolitike, mund të mos jetë një luftë e vetme, por një seri konfliktesh të ndërlidhura që sjellin shkatrim të paprecedent. Zgjedhja është e qartë, shkruan Davutoglu. Kthim në gjeopolitik racionale të bazuar në ligj dhe interes të përbashkët, ose zhytje në një rend global të fragmentuar dhe ideologjik me pasoja katastrofike. Nëse konflikti mes palëve përshkallëzohet, një rend i ri rajonal duket i pashmangshëm sepse, siç vlerëson profesori i historisë Sina Emami, nuk ekziston më një skenar ku Irani mbetet objektiv ndërsa shtetet e gjirit vazhdojnë normalisht, siç ndodhi në luftën 12 ditore të qershorit 2025. Aftësia e Iranit për të ndërprerë trafikun detar përmes dronëve relativisht të lirë tregon ndikimin e tij të madh strategjik. Kriza aktuale dëshmon se siguria është një e mirë kolektive. Pasiguria e një shteti krijon pasiguri për gjithë rajonin. Prandaj, në rastin aktual, pasiguria e Iranit ka reflektuar frikshëm në pasigurinë e gjithë shteteve të gjirit, pavarësisht sistemeve të sofistikuara të mbrojtjes. Nga ana tjetër, ngushtica e Hormuzit paraqet një anomali ligjore pasi nuk ka një traktat ndërkombëtar të dedikuar që rregullon funksionimin e saj. Sipas Emamit, thirrja e një kongresi për Hormuzin mund të ndihmojë shtetet e rajonit të hartojnë së bashku një arkitekturë sigurie dhe të mbushin këtë boshllëk ligjor. Qëllimi përfundimtar do të ishte krijimi i një traktati që formalizon statusin e ngushticës dhe siguron stabilitet afatgjatë. Lufta e vazhdueshme e nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit ka tronditur status quo në gjeopolitik në rajon. Ndërsa Washingtoni po përfshihet gjithnjë më shumë në një krizë të re në lindjen e mesme, raportet sugjerojnë se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po kërkon një rrugdalje politike nga situata. Shtetet bregdetare të ngushticës së Hormuzit kanë një mundësi të rrallë kolektive për t'i ofruar presidentit amerikan një strategji daljeje, duke marrë iniciativën për të krijuar një arkitekturë të re sigurie, të menaxhuar në mënyrë lokale për të ngushticë. Këto vende mund të rrisin ndjeshëm rëndësinë e tyre strategjike, si në gjeopolitikën rajonale, ashtu edhe në ekonominë globale. Alternativa është një konflikt i zgjatur që mund të çojë në imponimin e një rendi të ri nga Teherani në mënyrë të njëanshme, shkruan Sina Emami, profesor i historisë dhe politikës moderne të Iranit. Duke përpjekur të balancojnë qëndrimet e tyre, shtetet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit duket se janë të bllokuara mes dy opsioneve të këqija. Përballja me Trumpin, sidomos gjatë një lufte, do të sillte kosto të larta dhe reagime të paparashikueshme. Nga ana tjetër, paftësia për të shmangur perceptimin nga Irani si pjesëmarrës, qoftë edhe pasiv në agresion, i bën ato objektiva legjitime sipas doktrinës së re ushtarake iraniane. Kjo situatë nxjerr në pahë edhe kufizimet e mbështetjes së sigurisë nga SBA-ja. Alianca pa kushtëzuar me Izraelin, ku interesat izraelite shpesh mbizotrojnë mbi ato amerikane në rajon, tregon se status quo-ja aktuale është e paqëndrueshme, shkruan Emami. Një rend i ri rajonal duket i pashmangshëm, pasi përgjegjësimi i kushteve do të vazhdojë nëse konflikti përshkallëzohet. Nuk ekziston më një skenar ku Irani mbetet objektiv, ndërsa shtetet e gjirit vazhdojnë normalisht, siç ndodhi në luftën 12 ditore të qershorit 2025. Aftësia e Iranit për të ndërprerë trafikun detar përmes dronëve e relativisht të lirë, tregon ndikimin e tij të madh strategjik. Zyrtarët iranian kanë bërë të qartë se kjo aftësi mund të përdoret për të formuar një rend të ri për Hormuzin, shkruan Emami. Marrëdhëniet midis Iranit dhe shteteve të gjirit kanë kaluar nëpër periudha tensioni dhe përmirësimi që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Megjithatë, sulmet e fundit dhe dëbimi diplomatëve iranian nga disa kryeqytete të gjirit përbëjnë një kthim serioz prapa. Kriza aktuale dëshmon se siguria është një e mirë kolektive. Pasiguria e një shteti krijon pasiguri për gjithë rajonin. Një arkitekturë sigurie që ndërtohet në kurriz të fqinjeve nuk është më e qëndrueshme. Si shembull përpara, mund të merret përvoja historike e Europës, nga Kongresi i Vienës deri te integrimi gradual pas luftës së dytë botërore. Këto nuk janë modele për të kopjuar, por burime frymëzimi për ndërtimin e një rendi të ri rajonal, shkruan Emami.
Ngushtica e Hormuzit paraqet një anomali ligjore, pasi nuk ka një traktat ndërkombëtar të dedikuar që rregullon funksionimin e saj. Kjo mungesë ka bërë që ajo të jetë ekspozuar ndë ndërhyrjeve të fuqive të mëdha. Sipas Emamit, thirrja e një kongresi për Hormuzin mund të ndihmojë shtetet e rajonit të hartojnë së bashku një arkitekturë sigurie dhe të mbushin këtë boshllëk ligjor. Qëllimi përfundimtar do të ishte krijimi një traktati që formalizon statusin e ngushticës dhe siguron stabilitet afatgjat. Në afat të shkurtër, kjo mund të ndihmojë në rihapjen e ngushticës dhe të jap administratës amerikane një rrugdalje nga kriza. Në afat të gjatë, do të mbronte vendet e gjirit nga varësia ndaj një fuqie që mund të sakrifikojë stabilitetin rajonal për interesa të tjera, shkruan Emami. E ardhmja e Hormuzit, sipas kësaj qasjeje, duhet të jetë në duart e vendeve të rajonit, jo të superfuqive që kanë shfryzuar dhe destabilizuar atë. Megjithatë, nëse shtetet e gjirit zgjedhin të ndjekin prioritetet aleat dhe perëndimor dhe jo integrimin rajonal, Irani ka të ngjarë të ndërtojë një rend të ri në mënyrë të njëanshme. Një skenar i tillë do të ulte ndjeshëm mundësitë për paqe dhe stabilitet të përbashkët. Vendimi tani qëndron te shtetet e rajonit. Të jenë arkitekt të një epoke të re apo thjesht vëzhgues pasiv të saj. Përfundon analizën e tij profesori historisë Sina Emami. Për 5 shekuj, fuqitë perëndimore kanë dominuar lindjen e mesme përmes luftës dhe shfrytëzimit ekonomik, vlerëson Jeremy Salt, profesori i historisë së lindjes së mesme moderne. Sipas tij, tani SBA duket se po i afrohet fundit të këtij cikli dhe kjo është arsyeja se pse kërkesa iraniane është e panegociueshme për Washingtonin. Tërheqja do të shihej si pranimi humbjes dhe do të dobësonte rënd ndikimin global amerikan. Ndërkaq për Iranin, ky moment historik krahasohet me krizën e Suezit, një pikë kthese në rendin global kur fuqia britanisë në këtë rajon u godit rënd dhe ajo u zëvendësua nga SBA-ja. Sipas ekspertëve, e njëjta mund të ndodhë SBA-s me ngushticën e Hormuzit. Që kjo luftë nuk është në interes të SBA-s e kanë thënë ekspertë shumë. Prandaj Trump dëshiron të dalë nga lufta, por nuk di si. Sidomos për shkak të presionit nga Izraeli, i cili kërkon vazhdimin e konfliktit deri në shkatrimin e plot të sistemit iranian ose fragmentimin e vendit. Në shkurt të vitit 1960, kryeministri britanik Harold Macmillan mbajti një fjalim historik në Parlamentin e Afrikës së Jugut. Era e ndryshimit po fryn nëpër kontinent, tha ai. Pavarësisht nëse na pëlqen ose jo, rritja e ndërgjegjes kombëtare është një fakt. Ai nuk e tha hapur, por apartheidi ishte i papranueshëm për qeverinë britanike, e cila në fakt e kishte toleruar që nga viti 1948. Në të ardhmen, Britania nuk do të pengonte lëvizjet për pavarësi. Sigurisht, ajo vazhdoi ta bënte këtë dhe Macmillan po fliste vetëm për Afrikën, jo për lindjen e mesme, ku në vitin 1956 SBA-ja e poshtëroi Britaninë duke detyruar të ndalte agresionin tripalesh kundër Egjiptit, të nisur së bashku me Francën dhe Izraelin vetëm 10 ditë më parë, shkruan Jeremy Salt, profesor i lindjes së mesme moderne. Në vitin 1946, Britania shpalli tërheqjen nga Palestina, jo për arsye morale, por sepse nuk mund të përballonte më qëndrimin atje. E njëjta arsye qëndronte pas tërheqjes nga India dhe kolonitë e tjera. Lufta e dytë botërore e kishte lënë vendin pothuajse të falimentuar dhe të varur nga ndihma financiare amerikane. Perandoria ishte bërë një luks i papërballueshëm. Në vitin 1960, zhvlerësimi i paundit çoi në vendimin e kryeministit Harold Wilson dhe ministrit të mbrojtjes Dennis Healey për të tërhequr trupat nga bazat në lindjet e Adenit. Kjo përfshinte jo vetëm Malajzinë dhe Singaporin, por edhe gjirin persik. Me kalimin e kohës, lindja e Adenit u interpretua si tërheqje nga të gjitha bazat në lindjet e Suezit. Megjithatë, edhe pse Britania kishte humbur fuqinë, nuk kishte humbur ambicien. Në realitet, Britania nuk u tërhoq kurrë plotësisht nga lindja e Suezit. Ajo kishte dominuar gjirin persik që në shekullin e 19 dhe vazhdoi ndikimin përmes shteteve të gjirit. Në vitin 1971, këto territore fituan pavarësi formale, si Emiratet e Bashkuara Arabe. Omani, Kuvajti dhe Bahreini mbeten të lidhur ushtarakisht me SBA-n ose Britaninë. Britania riktheu një bazë detare të përhershme në Bahrein në vitin 2014 dhe hapi një bazë ajrore në Emirate në vitin 2024. SBA-ja dhe Britania ndajnë gjithashtu bazën ushtarake në Diego Garcia në Oqeanin Indian, ku popullsia vendase u dëbua me forcë për përdorim ushtarak. Në mes dhe
Qiproja mbeti bazë strategjike britanike që nga viti 1878. Në vitet e fundit, baza ajrore britanike në Akrotiri është përdorur për fluturime vëzhguese mbi Gazën. Lidhja me luftën kundër Iranit qëndron në kërkesën e Teheranit për tërheqjen e plot të SHBA-s nga Gjiri Persik, si kusht për përfundimin e luftës. Kjo do të nënkuptonte edhe tërheqjen britanike, një tërheqje në vendimor. Ky moment historik krahasohet me krizën e Suezit, një pikë kthese në rendin global. Në javët e fundit, Donald Trump i ka ofruar kushte që në fakt janë ultimatum. Pranoni ose do të shkatroheni. Megjithatë, Irani nuk i ka pranuar, ndërkohë duket se Trumpi dëshiron të dalë nga kjo luftë, por nuk e di si, sidomos për shkak të presionit nga Izraeli, i cili kërkon vazhdimin e konfliktit. Izraeli nuk dëshiron fundin e luftës pa shkatrimin e plot të sistemit iranian ose fragmentimin e vendit. Kjo shkon përtej asaj që shumë strategë amerikanë konsiderojnë të realizueshme. Ndërkohë, realiteti ushtarak në terren po ndryshon. Konflikti është zgjeruar me përfshirjen e aktorëve si Hezbollahu dhe Jemeni, ndërsa ushtria izraelite përballet me lodhje dhe mungesë personali. Paradoksi është se kërcënimi ekzistencial që Izraeli përdorte si justifikim është bërë real, por si pasojë vetë politikave të tij. Pozicioni i Trumpit në SHBA po dobësohet, ndërsa aleatët europian po distancohen. Pyetja mbetet: a do të bëhet perëndimi i Hormuzit një moment historik i krahasueshëm me lindjen e Suezit? Përgjigjet pritet të vinë së shpejti. Ishte kjo të ratë të ndruar shikues, faleminderit që në ndoqët dhe miru takofshim sërish.